Selamu alaikum wa rahmatullah. Mbron dorë kjo fletush kartolin, shumë e bukur. Vlera e shahadetit. Mirë po ajo që është interesant, thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me merit veç Allahut të Madhërisëm, Zotit të vetëm, dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është robi i dërguar i Allahut. Kjo është shahadeti që themi na. Dëshmia, deklarata me të cilën njeriu bëhet musliman, hyn në Islam. Edhe kjo është shkak që ty me hin xhennet e me fitu. Mirë po, porosia poshtë është shumë e bukur. Do të thuaje me gjuhë, përmbaju kuptimeve të kësaj fjalie, të kësaj deklarate, vepro sipas rezultateve që i jep kjo deklaratë, se do t'ju shpëtojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Do të garanton përfundimin e mirë në këtë botë dhe shpëtimin në ahiret. Që kjo kartolin, do thot me këtë porosi, është shtyp me qindra mija kopje dhe është përndat të njerëzit. Pse kjo? Për me u tregu njerëzimit, atyre që kanë kalu kohën e komunizmit, ateizmit, dhe që u mungojnë diturit fetare. Ajo që i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fiseve të ndryshme idhujtare në Mekë. O njerëz, thuni la ilaha illa Allah të shpëtoni. O njerëz, thuan e këtë deklarat. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden rasulullah që të shpëtoni. Edhe na u themi gjithë popullit tonë shqiptar. Dëshmone monoteizmi, besimin Allahun një. Dëshmone pranimin e faktit se Muhamedi, lavdi dhe bekimi është vule pejgamberëve. Do shpëtonin këtë botë dhe do shpëtonin jetën pas vdekjes. Shifnej, jeta e kësaj bote 60 vjet, 70 vjet, 80 vjet shkon shpejt. Mund është me jetu mirë, mund është me jetu keq, ama jeta pas vdekjes është pafund. Pa shahadet atje nuk shpëton. Pa shahadet atje nuk hyn xhenet. Pa shahadet atje mbetesh për gjithmonë në xhehenem. Zjarmin e xhehenemit. Që na e fillimisht e fondojmë gjithë atë grup iniciatorësh edhe ideatorës të kësaj ideje dhe pastaj shvillojmë rastin që t'ua themi këtë porosi gjithë popullit tonë, kudo që janë ata, thuani la ilaha illa Allah të shpëtoni. Besoni Allahun një të vetmin i cili meriton të gjitha llojet adhurimeve tona dhe se askush veçti nuk i meriton asnjë lloj të adhurimeve, i vetmi Allahu i gjithdituri, i gjithfuqishmi, i gjithmëshirshmi, e meriton adhurimin ton, përkushtimet tona, lutjet tona, adhurimet tona, flijimet tona, namazin ton dhe askush tjetër veçti. Dhe se Muhamedi, lavdi dhe bekimi është vule pejgamberëve. Kush e ka shahadetin me vete, ai ka shpresë të fiton xhenetin. Kush nuk e ka shahadetin me vete, ai nuk ka shpresë të fiton. Andaj kene parasysh këtë fakt dhe me te jetoni që të shpëtoni. Allah i shpërblet gjithë, do t'i ju bekoft, Allahu na boft komunikimi me gjithë ata që nuk e njohin këtë maksim, këtë deklarat, e bojmë se ve produzimin e gjithë atyre që nuk e njohin Allahun si Zot të vërtet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra, ai i cili e thot shahadetin shpëtohet nga feri. Po, edhe në dunjon ka jetë të begatshme, edhe ka fund të mirë, edhe në jetën pas vdekjes garantohet nga djegja e zjarmit i xhenemit dhe shpëtohet me xhenet inshallah.